Një grua e moshuar 85 vjeçare është shpëtuar nga ndërhyrja e shpejtë e punonjësve të shërbimit zjarfikës së Vlorës, pasi ndodhej e vetme në banesën e saj e nuk ishte në gjendje të lëvizte. Sipas informacioneve paraprake nga vendi i ngjarjes, e moshuara kishte rishkitur dhe kishte rënë brenda në banesë duke mbetur e shtrirë në dysheme për një kohë të konsiderueshme. Ajo kërkonte ndihmë, por për shkak të gjendjes shëndetësore të saj nuk arrinte të ngrihej e as të hapte dot derën e jashtme të apartamentit. Pasi u njoftuan për situatën, punonjësit e shërbimit zjarfikës mbërritën menjëherë në vend ngjarje. Për shkak se dera e banesës ishte e blinduar dhe e moshuara nuk mund ta hapte nga brenda, ata u detyruan të ndërhyjnë nga taraca e pallatit. Me pajisjet e posaçme, efektivët zbritën nga taraca drejt balkonit të apartamentit ku jetonte 85 vjeçaria dhe arritën të futeshin brenda saj. Pas hyrjes në apartament, zjarfikësit i dhanë ndihmën e parë të moshuarës dhe u kujdesën për stabilizimin e saj deri në mbërritjen e ndihmës mjekësore. Më pas ajo u transportua me urgjencë drejt Spitalit të Rajonal të Vlorës për të marrë edhe trajtimin e nevojshëm mjekësor. Fatmirësisht, falë reagimit në kohë dhe të shpejtë të shërbimeve të emergjencës, e moshuara arriti të shpëtojë dhe aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve.